caktimin e Allahut Azza wa Jall nuk ka kush që ndryshon. S'ka kush hiç. Prej meleke, prej rasulve, prej kush nuk mundet me ndryshu caktimin e Allahut Azza wa Jall, përveç një diçka. Kjo gjë e ndryshon caktimin e Allahut Azza wa Jall. Kështu që e shef çfarë fuqie ka kjo para se me thanë. E din cila është kjo gjë? Duaja, lutja ndryshon caktimin e Allahut Azza wa Jall që ka caktuar për mbi 7 palçije. E ndryshon lutja jote. Lutë Allahun Azza wa Jall. Allahumma keqa ke caktuar prej asajna që më vështërsohet mu, lehtësohet. Lutë Allahun Azza wa Jall me lehtësu e me t'animu gjithmonë. Nuk ka diçka që ndryshon caktimin e Allahut përveç se duas. Kështu që lutë shumë o musliman, çdo kohë, lutë.